Well, first of all, dear Eddie, thank you very much for your warm welcome here in Tirana and for your hospitality. It's always for me a pleasure to come here, që të vi në Tiranë dhe sot unë vlerësoj dhe përgëzoj vendosmërinë e Shqipërisë dhe përpjekjet e saj për të bërë shtet antar i Bashkimit Evropian dhe kjo në saj të në veçanti rolit tuaj, Edi, një rol as pak të vogël sigurisht dhe angazhimit tuaj personal në këtë proces. Javën e shkuar, ashtu siç e konfirmua pra edhe në konferencën ndërqeveritare, ne pamë ecurinë e Shqipërisë dhe Shqipëria në fakt ka përmbushur piketat e ndërmjetme për grup kapitullin e parë të çështjeve themelore. Kjo tregon që shtetet anëtare kanë kuptuar dhe vlerësuar angazhimin e Shqipërisë për të vijuar dhe për të ecur përpara më tej në antarësimin dhe rrugtimin e saj pra drejt BE-s. Dhe ky është fillimi i një faze të radhës, një faze tjetër e cila është impenjative, e cila do të përqendrohet tek çështja e zbatimit dhe tek historiku që do të ketë Shqipëria. Dhe siç e thoni edhe ju shpesh, edhe këto reforma më shumë se sa kushte të vendosura nga Bashkimi Evropian janë në fakt zgjedhje nga ana juaj për të ndërtuar institucione të forta demokratike. Që do të thotë që një angazhim i vazhdueshëm i prekshëm politik për sundimin e ligjit dhe për ruajtjen e një gjyqësori të pavarur dhe llogaridhënës janë themele thelbësore për antarësimin në BE. Ju inkurajoj që të përshpejtoni përpjekjet tuaja për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Bashkimi Evropian është në fakt partneri më i besueshëm i Ballkanit Perëndimor dhe i Shqipërisë, është edhe investuesi kryesor dhe partneri më i rëndësishëm tregtar. Bashkimi Evropian mbështet pra pikërisht ecurinë e Shqipërisë që Shqipëria të jetë një vend i bekat i sigurt me anën e projekteve konkrete dhe politikave të tilla, si për shembull qasja që ju tashmë keni në zonën SEPA të pagesave në euro, ndërkohë në formë graduale ju po integroheni në tregun unik të BE-s, në programin e roamingut ose Roam Like at Home, apo në skemën zbulohe kurudhat e BE-s. Pra, antarësimi në BE është shumë më shumë se sa thjesht të jesh pjesë e tregut unik, do të thotë që ti bëhesh pjesë e një bashkimi politik i cili është ndërtuar në bazë të disa vlerave të përbashkëta dhe të zgjedhjeve të rëndësishme strategjike. Bashkimi Evropian ka sjellë paqe dhe stabilitet afatgjat në kontinent për të gjitha shtetet anëtare, nëpërmjet institucioneve të forta demokratike, por edhe lidhjeve të forta ekonomike. Zgjerimi u ofron këto mundësi, pra të njëjtat mundësi fqinjve tanë si Shqipëria. Por, në këtë kohë, plot pa siguri gjeopolitike në mbar globin dhe pa stabilitet ekonomik, më shumë se sa mundësi, zgjerimi është gjithashtu dhe një domosdoshmëri gjeostrategjike për Europën.